Faleminderit zonja drejtuese, kam po të njëjtën çështje, nuk ka pasur marrëveshje në konferencën e kryetarëve, është diskutuar, është dhënë vetëm një ultimatum për një mbledhje të thirrur nga Komisioni i Reformës Territoriale. Këtu ka shumë kryetar komisionesh dhe e din shumë mirë që një mbledhje e komisionit, kur ka një kryetar, thirret nëpërmjet dakordësisë së kryesisë komisionit, që përbëhet nga nën kryetari, kryetari dhe sekretari, ndërsa një komision i posaçëm u thriska me urdhrin e një bashkëkryetari. Ku është parë kjo? Ku jemi këtu në parlament apo jemi jashtë parlamentit? Nuk ka dakordsi, nuk ka konsultim, unë jam bashkëkryetari. Dhe dali këtu bashkëkryetari tjetër, le të më sfidoj, le të thoj që po mbledhja është thirrur me konsulencën e bashkëkryetarit. Jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nul. Dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot, nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit, që përbëhet nga 2 bashkëkryetar pas zgjedhur sekretare. Pra, ku është rregulloria e parlamentit këtu? Çfarë është pazari jemi këtu ne? Dua unë, ky është çmimi, s'dua unë, s'ka çmim, kjo është e turpshme. Dhe më të turpshme ishte ai ultimatumi që u dha në konferencën e kryetarëve. Nëse doni të bëni parlament, bëni parlament. Nëse këtë parlament doni ta ktheni në koloni ndëshkimore për opozitën, bëheni. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni. Po mirë më merrni dhe komisionet e përhershme. Pse nuk i merrni? Pse nuk i merrni? Bëni një vendim nga antarët e komisionit, se është absurdi tjetër. Vinë këtu antarët e komisionit posaçëm dhe firmosin ndryshimin e përbërjes komisionit. A e kuptoni ku ka arrit fantazia dhe çmenduria juaj? Si mundet antarët e një komisioni kërkojnë ndryshimin e atij komisioni? Si mundet e njëjta trup votuese këtu, që ka votuar një herë një komision posaçëm në konsensus politik, të votoj prap ndryshimin e këtij komisioni dhe të heqi paritetin. Paritetin më. Të merrni ju shumicën. Po pse më noterët e ju jemi ne, vim ne para jush dhe ju të bëni çfarë doni me reformën territoriale, e bët cop Shqipërinë me reformën territoriale. Cop dhe nuk ka shërbime, e keni boshatisur. Dhe ndërkohë jeni po ju që gjoja do bëni reformë. Po kemi, dhe i themi qytetarëve, kemi arsyen kryesore për mos qenë aty me ju. Ne do jemi në shesh, sigurisht. Ne do japim opcionin ton, po jo me ju, jo me atë shumicën të imponuar nga ju. Kjo që keni bërë është turp për mbi turpe, sepse ky parlament është mbushur me turp, por dhe këto nuk i kishim parë dhe dëgjuar, po me ju çfarë nuk shihet dhe çfarë nuk dëgohet. Faleminderit.